Njerë të dëme janë vërtet sa të dhimbshme aq edhe të padrejta. Nëse laku i shtrëngohet nga ata që ai deri dje u shtrëngonte, kryeministri Edi Rama e ka një zgjidhje alternative. Kur ish numri 2 i qeverisë ka marrë aratin dhe kërkon azil për t'u shmangur drejtësisë në vend, pse mos e provoj edhe numri 1? Gjithnjë, nëse në SPAK hapet dera për të vepruar pa frikë. Po nëse ai ikën, çfarë kalon sot e çdo të mbes nesër në Shqipëri? Në 12 vite qeverisje të Ramës, janë larguar mbi 1 milion shqiptarë si emigrant dhe vendi është boshatisur. Shkollat janë bosh, ngrehinat e pallateve të sportit bosh, apo edhe magazina janë thuajse bosh, dhe kreu i qeverisë shqiptare ka vendosur t'i mbush me popullsi nga Afrika në Azi. Me një popullsi të plakur, kur 40% janë pensionist, Shqipëria ka njohur braktisjen më të madhe, por ai ka një plan për ta populluar vendin me emigrant të huaj, duke hapur 20 qendra të mëdha në të gjithë vendin. Hapja i kampit të emigrantëve në Gjadër u shit nga Rama si një detyrim që Shqipëria i kishte Italisë. Tashmë, një tjetër hall e detyron që të marrë përkëdheljen ndërkombëtare në Europë mbi shpinën e Shqipërisë së mbetur. Vizitat në Bruksel dhe takimet kok më kok me liderët e vendeve që vuajnë nga migracioni janë shpëtimi i përkohshëm i Ramës. Shumë shkolla po mbyllen. Arsyeja mbetet largimi masiv i çifteve të reja bashkë me fëmijët e tyre. Shkollat janë gati të kthehen në kampe azilantësh të huaj, ndërsa disa prej tyre mund të bëhen punëtor për kompanitë e oligarkëve apo kapove të botës së krimit. Në rastin më të keq, nëse laku i SPAK-ut një ditë i shtrëngohet, udhën e ka të lirë. Shumë shtete europian doja mundësojnë azil politik me pretendimin se në vendin e tij është bërë padrejtësi. Ai azil në Europë, aziatik dhe afrikan, azil në tokën që ai boshatisi nga njerëzit që dhanë jetën për ta mbrojtur, në ndonjë vil të ofruar nga europianët si haraç për kthimin e Shqipërisë në oazë emigrantësh të huaj.